Vera kishte mbushur rrugët e Selanikut me një nxehtësi të rëndë. Aq sa ajri duke i rënë dhe ngrihej në valë të dendur mbi kaldrëmet e qytetit. Dita kishte filluar në heshtje për Elenën, një grua në fund të 20-tave që jetonte në periferi të qytetit, larg bulevardit të zhurmshëm dhe plazheve të mbushura me turistë. Ajo ishte shtatzën për herë të parë dhe jeta e saj ishte një lëmsh i heshtur i frikës dhe shpresës. Burri i saj kishte vdekur 2 vjet më parë, dhe qysh atëherë, ajo kishte jetuar në një apartament të vogël me pamje nga liçeni, duke mbajtur një punë të thjeshtë në një dyqan tekstili për të mbajtur veten dhe foshnjën që priste. Çdo ditë përtej dyqanit, rrugët e qytetit ishin një tablo e përhershme e njerëzve të zënë, të huajve që shëtisnin, tregtarëve që thërrisnin emrin e tyre për të tërhequr klientët, dhe fëmijëve që luanin mes kafeneve të hapura. Elena rralli shikonte ata me vëmendje. Jeta e saj ishte e fokusuar tek shtatzënia dhe përgatitjet për ardhen e foshnjës. Por ajo ditë, ndodhi diçka që do të ndryshonte jetën e saj në mënyrë të pazakontë dhe të papritur. Ishte mesditë lagësht dhe ajo po kthehej nga dyqani i saj, duke kaluar pra një rrugice të ngushtë që vinte nga porti i vjetër. Papritur, një burr ra në tokë para saj, i dehur, i lodhur dhe dukshëm i braktisur. Lëkura e tij ishte djersitur dhe fytyra e tij e zbehtë tregonte për dëshpërim. Pa menduar 2 herë, Elena nxori një shishe me ujë nga çanta dhe ja dha burrit. Ai e mori me duar të dridhura dhe e pi me vështirësi. Pa e kuptuar, ajo kishte kryer një akt të vogël humaniteti që do ta vendoste në qendër të një rjeti të pazakontë ngjarjesh. Burrit i ktheu frymëmarrja paksa dhe me një zë të dobët falënderoi, por nuk tha më shumë. Elena u largua, duke menduar se kjo do të ishte e gjitha, një takim i shpejt, një moment i vogël mirëkuptimi. Ajo nuk e dinte se ai burr, që duke i braktisur dhe anonim, ishte pronari një prej rjetit më të madh të lokaleve në Selanik. Ai kontrollonte çdo kafene, çdo restorant dhe baret më të famshme të qytetit, duke u dukur gjithmonë në hije, dhe duke jetuar në një botë krejt tjetër nga ajo e saj. Ditët kaluan dhe Elena vazhdoi rutinën e saj të përditshme. Puna në dyqan, vizita tek ginekologu, përgatitjet për të ardhmen. Por pas kësaj dite, gjërat nisën të ndryshonin në mënyrë të padukshme. Një ditë, kur ajo po kalonte përmes qendrës së qytetit, vuri re një reklam të madhe në një ndërtesë të lartë. Një nga lokalet e pronarit misterios ofronte mundësi pune për gra shtatzëna. Pa e menduar gjatë, Elena aplikoi dhe u pranua, duke u përballur për herë të parë me një botë të re pune dhe me klientë të ndryshëm, por gjithmonë me një respekt të fshehtë që nuk e kishte hasur më parë. Me muaj kaluan dhe Elena, ndërsa pritja për foshnjën e saj shtonte stresin dhe lodhjen, filloi të kuptoj se ndihma e vogël që kishte dhënë dikur nuk ishte haruar. Ajo filloi të shihte se lokalet e pronarit të burrit të huaj dukeshin gjithmonë të pastra, të mirëmbajtura dhe klientët flisnin për mënyrën e veçantë të menaxhimit të tyre. Ishte një pranie e padukshme që prekte çdo gjë, dhe ajo nuk e dinte se po hynte në një rrjet të madh dhe kompleks që do të përfshinte fatin e saj, shtatzënin, dhe të ardhmen e fëmijës që po vinte në jetë. Ditët në Selanik ishin gjithmonë një përzierje e ngjyrave, zhurmës dhe aromave të detit. Elena e shijonte më pak këtë kaos të qytetit, por nuk kishte tjetër zgjedhje. Çdo mëngjes ajo dilte nga apartamenti i vogël, duke kaluar përmes rrugëve me kaldrëm, ku djemt të rinj shisnin gazeta dhe turistët përpiqeshin të kuptonin gjuhën e huaj që flitej. Era e detit, e përzier me aromën e kafes të pjekur në lokale të vogla, ishte gjithmonë e pranishme, si një kujtesë e përhershme e jetës që nuk ndalej kurrë. Ajo punonte në një dyqan tekstili të vogël në periferi, një vend ku klientët nuk ishin të shumt, por ku ajo njihte çdo fytyrë. Dyqani ishte i vogël dhe i ngrohtë, dhe gjithmonë kishte një aromë të lehtë të pëlhurave të reja. Punonjësit ishin të pakët, por të sjellshëm, dhe Elena kishte krijuar një marrëdhënie të ngrohtë me pronarin. Ajo nuk fliste shumë, por bënte punën me përkushtim, duke kujdesur për çdo detaj të vogël. Ishte kjo përkushtim dhe qetësi që e bënte të ndjehej e dobishme dhe e nevojshme. Një ndjesi që nuk kishte pasur prej kohësh. Gjatë një dite të zakonshme, ndërsa po kalonte pranë portit të vjetër, vuri re një burr që qëndronte pranë një kafeneje të vogël dhe duke i zbet, i lodhur dhe i braktisur. Një ndjesi e fuqishme e frikës dhe kujdesit e pushtoi me një herë. Ajo nxori shishe me ujë që mbante gjithmonë me vete dhe ju afrua ngadalë, duke e ndjer rrahjen e zemrës. Ai e mori ujin me duar të dridhura dhe e pi me vështirësi. Pa asnjë fjalë të mëtejshme,
Ai falenderoi me një zë të dobët dhe humbi në rrugët e qytetit. Ajo nuk e dinte atëherë, por ai burri ishte pronari i një prej rrjeteve më të mëdha të lokalesh në Selani. Ai ishte një njeri i zakonshëm për syrin e parë, por me një pushtet të heshtur që prekte çdo cep të qytetit. Ai jetonte në një botë tjetër, një botë ku çdo kafene, çdo restorant dhe çdo bar që e takonte ishte pjesë e tij. Ai nuk e tregonte këtë botë, por Elena ishte futur pa dashje në një rrjet që do të ndikonte fatin e saj në mënyrë të pazakontë. Ditët kalonin ngadalë dhe Elena filloi të vërejë ndryshime të vogla në jetën e saj. Një ditë, kur po kalonte përmes qendrës së qytetit, vuri re një reklam të madhe në një ndërtesë të lartë. Një nga lokalet e pronarit të burrit misterios kërkonte punonjëse të reja. Ajo aplikoi pa shumë pritshmëri dhe u pranua. Kjo punë e çoi në një botë krejt tjetër. Ajo punonte tani mes njerëzve të ndryshëm, klientëve të pasur dhe personave që nuk e njihnin nga jeta e saj e përditshme. Ajo filloi të ndjejë një respekt të fshehtë për këtë vend dhe për mënyrën se si ishte menaxhuar. Në punë, Elena shihte se çdo detaj ishte i planifikuar. Tavolinat ishin të vendosura me kujdes. Ndriçimi ishte i zgjidhur me përpikmëri dhe çdo klient trajtohej me një respekt të veçantë. Ajo nuk e kuptonte ende pse kjo i dukej kaq e pazakontë, por ndjenja e mirëqenies ishte e qartë. Ishte një ndryshim nga jeta e saj e përditshme, ku gjithçka dukej e ngadalshme dhe e lodhshme. Pas disa javësh, shtatzënia e saj filloi të bëhej më e vështirë. Elena përjetonte dhimbje të lehta, ndjenja të papritura të lodhjes dhe një shqetësim të vazhdueshëm për foshnin që po vinte në jetë. Por punëdhënësi i saj, pa u njohur me të, filloi të krijonte një ambient të sigurt për të. Ai siguronte që oraret të ishin fleksibël, që të kishte mundësi për pushim dhe ushqim të mirë. Elena nuk e dinte se të gjitha këto përkujdesje vinin nga i njëjti burr që kishte marrë ujë nga duart e saj disa muaj më parë. Kjo ishte mënyra se si një akt i vogël mirësie, pa e ditur Elena, ishte kthyer në një ndikim të madh në jetën e saj. Ajo nuk kishte idenë që burra që dukej të jenë anonim shpesh ka një fuqi të madhe, dhe se një veprim i vogël mund të kthehet në një urë që lidh dy botë krejt të ndryshme. Ditët kalonin me një ritëm të ngadalë dhe të sigurt, por gjithmonë të ngarkuar me emocione të brendshme. Elena ndjente gjithnjë më shumë lodhje dhe ndonjëherë dhimbje të vogla në shpinë dhe bark, që e detyronin të ndalonte për pak minuta për të marrë frymë. Ishte një shtatzëni që kërkonte vëmendje të vazhdueshme, dhe ajo e kuptonte që nuk kishte luksin e mërzitjes ose të mbingarkesës me detyra të kota. Por ajo kishte një qëllim, një jetë të vogël që po rritej brenda saj, dhe kjo e mbante të fortë dhe të durueshme. Punëdhënësi i saj i fshehtë, pronari i lokales që kishte marrë ujë nga duart e saj disa muaj më parë, kishte krijuar një rutinë që e mbante Elena të sigurt dhe të respektuar. Ai ishte gjithmonë i pranishëm në mënyrë të padukshme. Kontrollonte çdo aspekt të ambientit të punës, kujdesej që çdo gjë të funksiononte dhe çdo klient të trajtohej me respekt. Por ajo nuk e dinte, dhe kjo ishte pjesa më magjike e historisë. Elena e shihte këtë si një rastësi, një përkujdesje të zakonshme nga menaxhmenti. Pa dyshuar kurrë se pas kësaj qëndronte një njeri që kishte pushtet të madh në qytet. Një ditë, kur dielli shkëlqente mbi portin e vjetër, Elena po kthehej nga një vizitë te ginekologu. Ajo ecte ngadalë, duke ndjerë çdo hap, duke ndjerë lodhjen që vinte me shtatzënin. Rrugët e qytetit ishin të mbushura me njerëz që flisnin, me erë të kripur nga deti dhe me aromën e kafes që mbushte rrugët. Ajo ndjeu një ndjesi të pazakontë qetësie, një ndjesi që shpesh vinte vetëm kur mendonte për të ardhmen e foshnjës së saj. Ajo nuk e dinte se burrat që dukeshin anonim shpesh kanë një pushtet të fshehtë. Ai që kishte marrë ujë nga duart e saj ishte pronari një prej rrjeteve më të mëdha të lokalesh në Selani. Ai kishte ndërtuar gjithçka me durim dhe strategji, duke ditur se çdo detaj kishte rëndësi, dhe se çdo njeri që hynte në jetën e tij mund të ndikonte në mënyra të paparashikueshme. Por Elena nuk e dinte këtë dhe çdo veprim i saj, çdo akt i vogël mirësie, kishte filluar të krijonte një rrjet ndikimi që do të kthehej në një histori të paimagjinueshme për të. Disa javë më pas, Elena filloi të ndjente ndryshime të mëdha në trupin e saj. Barku rritej, lëvizjet e foshnjës bëheshin më të dukshme dhe ajo ndjente çdo rrahje të zemrës së vogël si një pulsim të jetës që vinte nga brenda. Ajo kalonte netë të tëra duke menduar për të ardhmen, se si do të ishte të rritej një fëmijë në një botë kaotike,
se si do të mbjetonte dhe se kush do ta ndihmonte kur ajo nuk të ishte në gjendje të bënte gjithçka vetë. Por papritmas, ajo filloi të ndjente një siguri të pazakontë. Ambienti i punës, kujdesi i kolegëve dhe respekti që trajtohej aty, i dha një ndjesi të fortë stabiliteti. Një mëngjes, ndërsa rrugët e Selanikut ishin akoma të qeta, Elena pa një burr që po e shikonte nga një kafene e largët. Nuk ishte i njohur për të, dhe ai nuk foli, por diçka në mënyrën se si ai qëndronte, i heshtur dhe i qetë, e bëri të ndjente një përzierje frike dhe kurioziteti. Ishte një ndjesje e pazakontë, si të ndjehej e mbrojtur pa e ditur pse. Ajo nuk e kuptoi atëherë, por ai ishte po i njëjti burr që kishte marrur nga duart e saj disa muaj më parë. Pronari i lokales që kishte ndërtuar një rrjet të tërë të fuqisë dhe ndikimit në qytet. Në javët e fundit para lindjes, Elena filloi të ndjente se çdo gjë ishte duke u vendosur në një mënyrë të pazakontë. Në punë, kolegët e trajtonin me kujdes të veçantë. Klientët ishin gjithmonë të sjellshëm, dhe ambienti i lokales ishte një stre e qetë nga zhurma e jashtme e qytetit. Ajo nuk e dinte se të gjitha këto vinin nga veprimet e fshehta të burrit misterioz, dhe se çdo akt i vogël i mirësisë së saj kishte krijuar një urë të padukshme që lidhte dy botë krejt të ndryshme. Ditën e lindjes, kur ajo qëndronte në spital dhe ndihej e lodhur nga dhimbjet e forta, gjithçka ndryshoi. Ajo kuptoi për herë të parë se ndikimi i fshehtë i burrit kishte krijuar mundësi që ajo të kishte kujdes të jashtëzakonshëm dhe mbështetje të plotë. Kur foshnja e saj u soll në jetë, ajo ndjeu një frymëzim të thellë. Një jetë e refillonte dhe ajo e dinte se çdo gjë që kishte bërë më parë, çdo akt i vogël mirësie, kishte çuar në këtë moment të paharrueshëm. Pas lindjes, jeta e Elenës ndryshoi përfundimisht. Fëmia e saj, një djalë i vogël me lëkurë të butë dhe sy të mëdhenj, ishte qenia më e dashur që ajo kishte njohur ndonjëherë. Për herë të parë në muaj, ajo ndjeu një qetësi të thellë, një ndjenjë të papërshkrueshme të plotësisë. Çdo ditë kishte filluar të jetë një përvojë e re. Zgjedhja e rrobave për fëmijën, gjetja e ushqimeve të shëndetshme, vizitat e shpeshta tek pediatri, dhe përkujdesja e përditshme që kërkonte të bëhej gjithnjë më shumë pjesë e jetës së saj. Selaniku nuk ishte më thjesht qyteti ku ajo jetonte. Ishte një terren i gjallë ku gjithçka kishte një histori, çdo rrugicë, çdo portë, çdo kafene kishte një shenjë të së kaluarës dhe të së tashmes. Elena e shihte këtë në çdo gjë. Në mënyrën se si dielli binte mbi kaldrëmet e rrugëve, në erën e kripur që vinte nga porti dhe përhite mbi fytyrën e saj, dhe në zhurmën e njerëzve që ectin përditë, të zënë nga jeta e tyre. Ajo filloi të ndjente një lidhje të re me qytetin, një lidhje të ngjashme me atë që ndjente për fëmijën e saj. Një kujdes të butë, por të pandërprerë, një përgjegjësi që nuk mund të injorohej. Në lokalet ku punonte, çdo gjë ishte e përgatitur me përpikëri. Tavolinat ishin të pastra, drita të ndriçuara në mënyrë perfekte, dhe klientët trajtoheshin me një respekt të veçantë. Elena e dinte se kjo nuk ishte thjesht rastësi. Ndonjëherë vëzhgonte burra dhe gra që dukej se nuk ishin klientë të zakonshëm, por vizitor të fshehtë, të cilët shihnin çdo gjë dhe merrnin shënime të vogla. Ishte një ndjesje pazakontë, por ajo nuk e kuptonte ende se sa e lidhur ishte jeta e saj me ndikimin e fshehtë të burrit misterioz. Një ditë, ndërsa po ecte pranë një prej lokalesh më të njohura të rrjetit, ajo pa një burr të ulur në karrige, me një gazetë të hapur para tij. Nuk ishte i njohur për të, dhe fytyra e tij e qetë dhe e përqendruar nuk tregonte asgjë nga fuqia që ai kishte. Por diçka në mënyrën se si qëndronte, si të gjitha detajet e tij, i dha një ndjesi të pazakontë qetësie. Ishte ai i njëjti burr që kishte marrur nga duart e saj disa muaj më parë. Dhe për herë të parë Elena filloi të kuptonte se çdo gjë që kishte ndodhur në jetën e saj të fundit ishte pjesë e një rrjeti më të madh ndikimi dhe përkujdesjeje. Për javë të tëra, Elena filloi të përjetonte një transformim të brendshëm. Ajo filloi të kuptonte se jeta nuk ishte thjesht një seri rastësish. Çdo akt, çdo veprim i vogël, mund të kishte pasoja të mëdha në të ardhmen. Përkujdesja e saj për burrin e huaj që po vdiste kishte hapur një rrugë të re. Një rrjet që e mbështeste në mënyra të padukshme dhe të fuqishme. Ajo filloi të ndjente një ndjenjë mirënjohjeje dhe përgjegjësie për jetën e saj dhe të fëmijës. Në muaj që pasuan, Elena filloi të marrë pjesë më aktivisht në lokalet ku punonte. Ajo mësoi për menaxhimin e përditshëm, për kujdesin ndaj klientëve dhe për mënyrën se si çdo detaj, nga tavolina deri te ndriçimi, kishte rëndësi të madhe. Ajo filloi të ndjente se ishte pjesë e një bote më të madhe, ku çdo veprim kishte një ndikim të fshehtë,
dhe ku çdo njeri kishte një rol në ruajtjen e balancës së kësaj bote. Ditët kalonin dhe fëmia i saj po rritej. Aq sa Elena filloi të ndihej më fort dhe më e sigurt. Por një pjesë e saj gjithmonë mbante një kujtesë të veprës së vogël që kishte bërë muaj më parë, një shishe ujë. Një akt i thjesht mirëkuptimi që kishte ndryshuar gjithçka. Ajo kuptoi se shpesh jeta e njerëzve mund të lidhet në mënyra që nuk janë të dukshme menjëherë, dhe se çdo veprim i vogël mund të ketë pasoja të mëdha në të ardhmen. Në një mëngjes të ftohtë dimri, Elena qëndroi pranë dritares së apartamentit të saj, duke parë qytetin që zgjohej ngadalë. Era e detit mbushte shtëpinë me aromën e saj të njohur, dhe ajo ndjeu një qetësi të thellë. Fëmia i saj, i vogël dhe i ngrohtë, po flinte pranë saj. Elena kuptoi se çdo gjë që kishte ndodhur, çdo veprim i vogël dhe çdo përkujdesje e fshehtë, kishte krijuar këtë moment të përkryer. Një jetë të re, një fillim të ri dhe një ndjenjë të fuqishme të mirënjohjes. Ditët kaluan dhe fëmia e Elenës po rritej me shpejtësi. Çdo buzëqeshje e tij, çdo hap i vogël, ishte një shpërblim për sakrificat e bëra nga ajo gjatë muajve të fundit. Elena ndjente një lidhje të pazakontë me jetën, një ndjesi që nuk kishte provuar më parë. Çdo moment, çdo frymëmarrje kishte një peshë dhe një vlerë që e mbushte me mirënjohje. Por një ndjenjë e re filloi të rritej brenda saj. Kureshtja. Kush ishte ai burr që kishte ndryshuar jetën e saj në mënyrë të padukshme? Kush ishte njeriu që pa e ditur kishte krijuar një rrjet mbështetjeje që e kishte mbrojtur dhe kishte ndihmuar të përballonte çdo sfidë? Elena filloi të kërkonte shenja, të ndjente detaje që më parë kishte injoruar, dhe me kujdes të fshehtë nisi të lidhte ngjarje që dukeshin të rastësishme. Një ditë, duke kaluar pranë një prej lokalesh më të njohura në qendër të Selanikut, ajo pa burrin e fshehtë që qëndronte i qetë në një karrige të largët. Ai nuk foli, nuk ju afrua, por diçka në mënyrën se si e shikonte, në mënyrën e tij të qetë dhe të sigurt, i dha një ndjesi të fuqishme njohjeje. Ishte një moment i çuditshëm dhe i qetë, ku Elena kuptoi se gjithçka që kishte ndodhur nuk kishte qenë rastësi. Ai ishte i njëjti burr që kishte marrë ujë nga duart e saj, i njëjti burr që kishte ndërtuar një rrjet të tërë lokalesh, një ndikim të fshehtë që e mbante të mbrojtur dhe të sigurt. Në atë moment, ajo ndjeu një përzierje emocionesh, lehtësim, mirënjohje dhe një respekt të thellë. Një akt i vogël mirësie, një shishe ujë, kishte krijuar një urë që lidhte dy botë krejt të ndryshme. Botën e saj të përditshme dhe fuqinë e fshehtë të burrit misterioz. Elena kuptoi se jeta shpesh punon në mënyra që nuk mund t'i parashikosh. Çdo veprim i vogël mund të sjellë rezultate të mëdha, dhe çdo marrëdhënie e padukshme mund të ketë një ndikim të fuqishëm në fatin e njerëzve. Fëmia i saj, duke qeshur dhe duke lëvizur duart e vogla, u shtri pranë saj si një kujtesë e gjallë të gjithave. E së kaluarës që e kishte formuar, e së tashmes që e mbante të fortë, dhe e së ardhmes që sapo po fillonte. Elena ndjeu se kishte fituar diçka më të madhe se sigurinë ose stabilitetin. Ajo kishte fituar një njohje të thellë të botës, të njerëzve dhe të jetës. Dhe në atë moment të qetë, ajo kuptoi një të vërtetë të thjeshtë, por të fuqishme. Shpesh herë, ato veprime që duket se janë të vogla dhe të parëndësishme, mund të jenë ato që ndryshojnë gjithçka. Një shishe ujë për një të huaj, një buzëqeshje për një person të lodhur, një akt mirësie pa menduar për shpërblim, të gjitha këto mund të jenë themeli një bote krejtësisht të re. Kur Elena u kthye në apartamentin e saj dhe mbajti fëmijën në krah, ajo ndjeu një qetësi të përhershme. Selaniku vazhdonte të lulëzonte jashtë dritares së saj, me erën e kripur që mbushte rrugët dhe me diellin që ndriçonte kaldrëmet. Por tani, ajo e kuptonte se jeta nuk ishte thjesht një seri ngjarjesh të rastësishme. Çdo gjë kishte kuptim, çdo veprim kishte rëndësi, dhe çdo marrëdhënie mund të krijonte një rrjet mbështetjeje dhe ndikimi, madje edhe në mënyra që nuk mund t'i imagjinoje. Ajo e dinte se fëmia i saj do të rritej në një botë ku mirësia dhe përkujdesja kanë fuqinë të ndryshojnë fatin. Dhe ajo, një grua që kishte qenë e vetme dhe e dobët dikur, tani ishte pjesë e një historie më të madhe. Një historie që do të vazhdonte të lulëzonte përtej saj dhe përtej çdo pritjeje. Në fund Elena buzëqeshi. Nuk kishte nevojë të dinte çdo detaj për të kuptuar mrekullinë që ishte shfaqur në jetën e saj. Një akt i vogël, një shishe ujë, kishte ndryshuar gjithçka. Dhe ajo e kuptoi se jeta shpesh shpërblen ata që japin pa kërkuar shpërblim. Dhe në këtë qetësi të thellë, ndërthurja e jetës së saj, fëmijës dhe qytetit që e kishte formuar, u shndërrua në një histori që do të mbetej për jetë e bukur, e ndjeshme dhe e paharrueshme.